Mbi 58.000 persona në diaspor. Edhe nëse s'janë përcaktuar se kënd do ta votojnë për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit në Kosovë, edhe pak ditë kanë kohë të mendohen. Kjo, me që duhen disa ditë derisa kutitë me fletvotime individuale që u nisën të dielën të arrijnë në destinacionet e tyre. Shpërndarja është e sigurt dhe me mbikëqyrje në Kosovë nga policia e atje nga aplikuesit dhe mekanizmat e tjerë. KQZ njofton se gjatë javës në vijim do të përmbyllet i gjithë procesi i dërgimit të këtyre pakove me fletvotime për votuesit jashtë Kosovës. Në çdo dërgesë postare është vendosur nga një numër i veçantë zhurmimi dhe është dërguar votuesve të regjistruar, të cilët mund të shohin vazhdimisht vendodhjen e pakos së tyre me fletvotim. Afati përfundimtar për të votuar nga diaspora është data 27 dhjetor për ata që zgjedhin të dërgojnë votën në përfaqësi diplomatike, kurse për ata që votën e dërgojnë në kuti postare të KQZ-s nga ky institucion ka një thirrje. KQZ u bën thirrje të gjithë votuesve që të mos presin ditën e fundit për ta dërguar pakot e tyre me fletvotim. Pakot duhet të dorëzohet në adresën e njërës nga kutit postare të KQZ-s në shtetin ku jetojnë votuesit, apo në kutit postare më të afërta. Shtetasit e regjistruar për votim përmes kutive postare të KQZ-s këtë mund ta bëjnë në njërin nga 23 shtetet ku janë vendosur ato. Ndërkohë të regjistruarit për votim janë në 60 shtete të ndryshme. Nga burimet brenda KQZ-s, Klan Kosova mëson se operacioni zgjedhor për diasporën buxheti të Kosovës i kushton plot 1.700.000 euro.